Kombëtarja që ka pritur mbi 50 vite shpërthen në histori në mes të kaosit total. Haiti, një vend i coptuar nga bandat, një kryeqytet ku 85% e territorit kontrollohet nga krimi, madje edhe stadiumi kombëtar është pushtuar, ka siguruar kualifikimin në kampionatin botëror 2026. Përfaqësuesi i Haitit nuk ka luajtur asnjë ndeshje në shtëpi që nga viti 2021, ndërsa trajneri i tyre Sebastian Minje nuk ka shkelur asnjëherë në këtë vend. Por prap Haiti fitoi grupin me Hondurasin e Kostarikën dhe të martën brëmba mbyllën gjithçka me një fitore 2-0 ndaj Nikaraguas. Ky ishte një kualifikim direkt dhe ndodhi për herë të parë që nga viti i largët 1974. CONCACAF po na dhuron histori që sfidojnë logjikën. Nga Haiti te Curaçao, futbolli po thyen kufin që askush si imagjinonte. Për këtë dhe lajme tjera interesante rreth futbollit ndërkombëtar, vizitoni portalin telegrafi.com.